Ka filluar zyrtarisht Europiani U17-s që zhvillohet në Shqipëri, për herë të parë në vendin tonë, në një grup me Gjermaninë, Francën dhe Portugalinë. Shqipëria U17 luan për herë të parë në një finale të turneut të Europianit, duke u përballur me më të fortit në Europë. Ndeshja e parë nuk shkoi as pak siç pritej, pasi humbu me shifrat 0-4 ndaj Portugalisë. Në fakt, përtej shifrave, ajo që lë një shije jo të mirë ishte mënyra e lojës, në një stadium të mbushur dhe si vetë portugezët u shprehen se luanin për herë të parë në jetën e tyre, në një stadium të tillë me kaq shumë tifoz, Shqipëria nuk prodhoi dot futboll. Në momentet kur Shqipëria kishte topin, portieri i Huli zgjidhte zakonisht një top të gjatë për ta larguar nga zona dhe për ta dërguar në mesfush, aty ku duelet sigurisht i fitonin portugezët. Dhe më pas niste një tjetër aksion drejt portës sonë. Ndërkohë edhe në ato pak raste kur Uli niste topin nga zona e tij dhe pasonte për tek mbrojtësit mes fushorët tanë, me frikën e madhe se do ta humbisin topin, nuk afroheshin për ta kontrolluar atë, por detyronin mbrojtësit tanë që të lëshonin një tjetër top të gjatë, duke humbur çdo mundësi të mbajtjes së topit dhe duke i lënë territorin kundërshtarit. Të shkëlqyesh në një ndeshje të tillë për Shqipërinë është e pamundur, por këtë e bëri një talent i yni, Alen Vukaj, 17 vjeçari. Është pjesë e Interit U17 dhe luan në të gjitha rolet e sulmit, por më i preferuari është ai i sulmuesit të krahut të majt. Statistikat e tij janë shumë të mira, teksa në 19 ndeshje të kampionatit me të rinjtë e Interit ka shënuar 6 gola dhe ka dhënë 2 asist. Vuka ishte fantastik në driblimet 1-1, shpesh duke marrë përpara në driblim edhe 2 apo 3 lojtarë të Portugalisë, po të njëjtët lojtarë që me të tjerët ishin superior dhe që na mundën në shifrat 0-4. I po të njëjtit mendimi ishte edhe gazetari i njohur në Portugali, Alexandre Carvalho. Ky i fundit ka bërë një postim në Twitter pas ndeshjes Shqipëri U17, Portugali U17 e përfunduar në shifrat 0-4 dhe tha: "Kundërshtari ynë ishte shumë i dobët, por Portugalia tregoi se ka shumë talent në këtë gjenerat të re. Në krahun e Shqipërisë dua të përmendi kë Alen Vukaj më impresionoi", tha gazetari portugez. Përveç Vukajt, një ndeshje të mirë bëri edhe Gabriel Kulla, sulmuesi pyki të rinjve të Sassuolos, tregoi edhe një herë tjetër se është niveli i lartë për këtë grup mosh, edhe kundër portugezëve. Megjithatë në Air Albania, ndryshe nga Vukaj që kishte mundësinë të shfaqte aftësitë e tij në driblim, në ato pak prekje topi, Kulla ishte i detyruar më shumë të luante në mesfush dhe në mbrojtje, sesa në zonën kundërshtare. Dhe për këtë arsye, puna e tij nuk u pa shumë, sepse nuk mund të shënonte, por në këtë ndeshje të përfunduar, 2 lojtarët e vetëm për të përmendur nga krahu i Shqipërisë ishin Kulla dhe Vukaj, ndërsa nesër do të jetë ndeshja tjetër e Shqipërisë U17 kundër Gjermanisë U17.